Pazari vjetër i Korçës u mbush me tingujt e fuqishëm të muzikës rock, teksa Frank Band solli një koncert energjik që tërhoqi vëmendjen e qytetarëve dhe vizitorëve. Në një atmosferë të ngrohtë dhe plot jetë mes arkitekturës tradicionale dhe ritmit modern të rockut, grupi performoi disa nga këngët më të njohura, duke krijuar një bashkëpunim të veçantë me publikun që ndaloi për të shijuar muzikën live në mes të ditës. Zgjedhje besoj e duhur për Korçën edhe për ne si band në përgjithësi që performojmë muzikë të mirë edhe të luajmë, domethënë ashtu siç edhe ne kemi dëshirë për të gëzuar edhe për të angazhuar edhe popullin e Korçës me festën dhe me rastin e 1 majit. Kemi ardhur dhe herë të tjera në Korçë, kemi shumë qejf qytetin e Korçës pak për të performuar, kemi vënë në re që mbështetja është gjithmonë shumë e bukur edhe janë dashamirës korçare të muzikës mirë rock, siç e luajmë ne, domethënë, kështu që normalisht atje ku ka muzikë të mirë, atje ku ndihemi mirë, atje do duham gjithmonë që të performojmë, domethënë. Koncerti ishte pjesë e një nisme kulturore të titulluar Festivali Pranverës, që synon të sjellë më shumë aktivitete artistike në hapësira publike dhe të afrojë artin me komunitetin. Frank Band, i njohur për stilin e tij të drejtë për drejtë dhe mesazhet e fuqishme në tekstet muzikore, solli një frymë ndryshe në zemër të qytetit. Performanca u prit me entuziazëm nga të pranishmit, ndërsa shumë prej tyre e ndan përvojën në rrjetet sociale, duke e vlerësuar koncertin si një moment të bukur dhe të papritur në rutinën e përditshme.